Ky është momenti kur dy të rinj qelluan ndaj 24 vjeçarit Lenci Hoxha mbrëmjen e djeshme te komuna e Parisit në Tiranë. Siç mund të dallohet nga pamjet, dy të rinj të moshës 23 dhe 27 vjeç dalin nga një makinë tip Benz Forisrat dhe shkojnë e qellojnë Lenci Hoxhën. Report TV ka siguruar videon e cila është filmuar nga një turist gjerman. Njëri prej atentatorëve është me bluzë të bardhë dhe i veshur sportiv, ndërsa tjetri me bluzë dhe pantallona të zeza dalin qetësisht nga makinat. I riu i veshur me bluzë të bardhë mendohet se qellojnë ndaj Lenci Hoxhës, ndërkohë që më pas largohen me shpejtësi drejt rrugës Sulejman Delvina, pranë stadiumit Selman Stërmasi. Siç mund të dallohet nga pamjet, i riu i veshur sportiv dhe me bluzë të bardhë del nga makina pasi ka kryer atentatin dhe më pas ndalon dhe hedh pistoletën në një kosh mbeturinash. Policia ka identifikuar 4 të rinj me inicialet KK, IQ, DR dhe LR të moshës 23-27 vjeç. E gjithë ngjarja ka ndodhur brenda 20 sekondave. Turisti gjerman i cili ka filmuar gjithë ngjarjen ja ka dorëzuar pamjet policisë. Por përplasjet me armë kanë vijuar dhe më vonë kur Lenci Hoxha bashkë me kushëririn e tij BH janë qelluar përsëri nga 4 të rinj pranë një tuneli te kryqëzimi i komunës së Parisit. Nga të shtënat, Lenci Hoxha ka marrë një plumë në dorë dhe një në krah, ndërkohë që mendohet se i është kundërpërgjigjur të shtënave, por asnjë prej 4 të rinjve që kryen atentatin nuk është plagosur. Ndërkohë Lenci Hoxha nga Bulqiza është jashtë rrezikut për jetën dhe nuk ka pranuar të bashkëpunojë me policinë deri më tani. Të rinjt kanë patur konflikt me njëri tjetrin më herët dhe sherrri ka përfunduar në atentat mbrëmjen e së njëjtës. Ndërkohë policia deri më tani është përpjekur të mbajtë fshehtë ngjarjen duke mos publikuar pamjet e atentatit, që mund të çojnë në zbulimin e vendodhjes së autorëve. Ngjarja vjen vetëm 2 ditë pasi në këtë zonë vetëm 100 metra më larg u vra 22 vjeçari Marvi Metallari pikërisht pas një sherrri me disa të rinj të tjerë.